çështje. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Po do t'ju pyes, çfarë ndodh nëse nuk zgjedhet presidenti pas datës 5 mars? Po ka disa zgjidhje në kushtetutë, mirë po nuk janë të definuara sa duhet. Megjithatë ka mundësi që të gjendet një zgjidhje edhe nëse nuk zgjidhet presidenti, mirë po nuk do duhej në asnjë mënyrë të mbetet çështja në këtë vakum eventual ose në dyzime zgjidhjes të kësaj kushtetute që ka shumë mangësi, se a është e thënë në mënyrë thjesht shprehimore se shkohet në zgjedhje apo jo, me që nuk përmendet afati, sikurse te rasti i kryeministrit, që nëse nuk mandatohet i pari i dyti e tjera, shkohet në zgjedhje thuhet saktësisht atje pas 45 ditësh, këtu jo. Dhe është një dispozitë tjetër në enin 82 të kushtetutës që thotë që 60 ditë pas do të thotë mandatimit e tjera mund të shkohet pasi të zgjidhet kuvendin e kemi të zgjedhur dhe mund të shkohet domethënë në zgjedhje dhe janë pra disa dispozita që nuk janë të definuara sa duhet ose janë të definuara në mënyra të ndryshme. Njëra e përcakton afatin, tjetra se përcakton, por ajo që do duhet të ndodhte është që të mos vëmë në situatat e tilla, kjo klasë politike duhet definitivisht ta dëshmoj veten kësaj radhe, sepse një vit përpara nuk e ka dëshmuar, ka pasur përsëri qëndrime të tilla të egove politike, të blokadave, pengime, pa marrë parasysh kush më tepër, kush më pak, do duhet definitivisht ky vend dhe kjo klasë politike mos kalkuloj, po ta ketë presidentin dhe ta zgjedhë në afatin kushtetues. Përndryshe nëse jep dorëheqje zonja presidente tani në këtë afat një mujor, atëherë nuk ka problem, sepse mund të bëhet zaventësimi më njëherë dhe në 5 prill e merr zaventësimin ose ushtrimin e detyrës kryetaria e kuvendit dhe vazhdohet pastaj procedura 2 mujore edhe vazhdohet ushtrimi deri në 6 muaj eventualisht. Por, profesor, që t'jemi më konkret, a ka rrezik pra nëse deri me datën të enjtë në ora 00, nëse nuk zgjedhet presidenti, a ka rrezik që vendi të shkojnë në zgjedhje? Sipas disa interpretimeve, po, por unë mendoj që jo. Sepse nuk është thënë në mënyrë decisive dhe shprehimore në këtë nen që nëse pas atë siç thuhet aty përgatitjeve një mujore do duhet para të përfundoj mandati të bëhen gjitha përgatitjet dhe zgjedhja e presidentit. Nuk thot më atje sankcion gjithsesi veprim se çka ndodh nëse kjo nuk ndodh. Pra është një dispozitë e heshtur, pra e pa definuar sa duhet këtë aspekt. Dispozita tjetër që përmenda më sipër e përmenda fatin 60 ditore, kështu me radhë. Tjetra përmenda fatin e ushtrimit të mandatit të presidentit apo presidentes këtë rast në 6 muaj nga kryetaria e kuvendit e kështu me radhë. Pra kushtetuta nuk është shprehmisht e determinuar në këtë aspekt. Paraliu, të falenderoj shumë për kohën që gjetet lidhësh drejt për drejt bënej. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Qofshit mirë pash. Po, juridik profesori